Andon, përshëndes, fillimisht një pyetje drejt për drejt, a ka vendim? Gjykata kushtetuese njoftoi se u tërhoq për vendim pas një seance maraton e cila zgjati plot shtator. Por kryetaria e gjykatës kushtetuese Olta Zaçaj deklaroi se do të njoftohet në një moment të dytë vendimi përfundimtar me datë dhe me orë. Pra latë nënkuptohet se me të gjitha gjasat vendimi nuk do të jepet ditën e sotshme. E ripërsërit edhe një herë, ajo deklaroi se gjykata kushtetuese më vonë do të njoftojë datën dhe orën kur do të shpallet vendimi përfundimtar për padin e Erion Veliajt. Ishte një seancë maraton prej 7 orësh dhe dua të theksoj se sërish Erion Veliaj me pranganduar sapo është larguar për të rikthyer drejt burgut të Durrësit. Megjithatë, do të kemi informacione të mëtejshme përderisa gjykata kushtetuese u tërhoq për vendim për të parë se kur do të shpallet vendimi përfundimtar i gjykatës kushtetuese, sepse duhet theksuar se gjykata kushtetuese ka 30 ditë kohë për të shpallur vendimin edhe për ta zbardhur atë përfundimtar. Megjithatë, një deklaratë interesante ishte ajo e këshilltarit presidentit Republikës Ilir Rusmajli, Ilirian Rusmajli, i cili deklaroi se nuk është problem çështja e themelit, por gjykata kushtetuese në rast se do të rrëzoj dekretin e presidentit të Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj, atëherë duhet të vendos edhe se kur duhet të mbahen zgjedhjet e pjesëshme lokale në Tiranë. Pra datën specifike kur duhet të mbahen zgjedhjet në Tiranë, pasi presidenti nuk do të nxjerrë një dekret të dytë për të shpallur zgjedhjet. Presidenca i qëndron datës 9 nëntor, e cila është pas 9 ditësh dhe parashikohet që ditën e nesërme të nisë fushata elektorale për 5 bashkitë e tjera. Megjithatë, do të shohim se sa kohë do të marrë gjykata kushtetuese për të shpallur vendimin përfundimtar. E ritheksoi edhe një herë kryetaria Olta Zaçaj deklaroi se më vonë do të njoftohemi për datën dhe orën kur do të shpallet vendimi përfundimtar, pavarësisht se pati një tërheqje për të marrë vendim. Siç e kemi ndjekur prej 7 orësh, si Veliaj së bashku me avokatët, ashtu dhe Këshilli i Ministrave dhe Presidenca mbajtën argumentet e tyre lidhur me padin e Erion Veliajt. Erion Veliaj kërkon të mbetet kryetari i Bashkisë së Tiranës, pavarësisht se prej 7 muaj shëndron në burgun e Durrësit, i paraburgosur. Ai pretendon se aktualisht vijon të jeti i pafajshëm, pra prevalon prezumimi i pafajësisë, ndërsa nga ana tjetër presidenca dhe Këshilli i Ministrave le ta themi qëndrojnë respektivisht shkarkimit të Erion Veliajt me propozim të Këshillit Bashkiak të Tiranës edhe dekretit të presidentit Begaj për zgjedhjet e pjesëshme lokale në datën 9 nëntor.